Me pjesëmarrjen e grupeve më të mira nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi, nga data 4, 5 dhe 6 maj 2013 në Teatrin e Pallatit të Kulturës në Kamës së Shqipërisë do zhvillohet festivali multikulturor Kamza 2013. Ansambli Burimet e Sharrit nga Tetova është e ftuar do të marrë pjesë në këtë eveniment të rëndësishëm kulturor për të shfaqur dhe shpalosur repertoarin e saj më të mirë që ka përgatitur gjatë këtij viti me valle dhe motive shqiptare nga Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova. Pjesëmarrja e këtij ansambli në këtë festival ka të bëjë me bashkëpunimin e ndërsjellët që ka ansambli Burimet e Sharrit me qendrën kulturore të kësaj bashkie dhe festivale ndërkombëtare. Kulmet e këngëve dhe valleve tradicionale të përpunuar, si valli i Lumës, valli i Pavarësisë dhe valli me motive dibrane, do të jenë performancat kryesore të cilat do t'i shpalos ky ansambël në këtë festival. Po në të njëjtin termin në Radovish të Republikës së Maqedonisë me pjesëmarrjen e më shumë se 400 artistëve të ardhur nga Kroacia, Serbia dhe shtete të tjera, do të mbahet festivali në ndërkombëtar i folklorit me moton Takimet e Pashkëve, të cilët do të performojnë në skenën e hapur të Oravicës, e cila tradicionalisht u bën artistë nga shtete të ndryshme të Evropës dhe diaspora. Edhe këtu, këngët dhe vallet më të bukura tipologjike dhe tradicionale do të burojnë nga thesari i tyre, por njëkohësisht ato do të mundohen për të rrëmbyer duartrokitjet e spektatorëve të shumt, të cilët aty tradicionalisht u bojë për t'i kaluar dhe kremtuar festat e Pashkëve. Ky festival është një lloj të veçantë dhe një sprovë e madhe për ansamblin Burimet e Sharrit, sepse kësaj radhe në këtë festival me karakter ndërkombëtar do të garojë grupi i dytë i ansamblit, ku pritet që të promovohen vlerat e 4 koreografive të reja të trashëgimisë kulturore dhe materiale shqiptare.